e Rion Veliajt? Në fakt, pavarësisht nga paranoja e madhe që është ngritur, që ka dhe një bazë reale, dhe pyetjeve që shtrohen pse tani, se pasi Rama filloi fushatën që Shqipëria është një zezë për para burgimet. Pra ka një paranojë që gjitha kjo po bëhet. Në kulmin e çështjes Balluku. Për të mbrojtur Ballukun, për të mbrojtur Velian, pra për të nxjerrë zyrtarët e korruptuar nga burg. Por edhe sikur të jetë kështu, unë prapë e quaj pozitive nismën. Pse? Se kush është thelbi i nismës? Thelbi i nismës është që ndryshe nga tani, një prokuror kur kërkon arrest me burg, duhet të argumentojë që pse ai nuk po përdor një masë më të lehtë, pse s'po përdor arrestin shtëpiak, pse s'po përdor marrjen e dokumentave për mosdaljen e shtetit etj. Ne deri tani, me drejtësinë represive, kryesisht SPAK-ut, po edhe të prokurorëve të tjerë, ishim mësuar që thuhet, lexohet një pretend standard atje që dëgjoni ky ka rrezik të aratiset, ky mund të përsërisë veprën dhe pa argumentuar atë njeriu përfundon në burg. Pra, në thelb dhe teorikisht nisma është e dur dhe është një përpjekje për t'u duartrokitur, për t'i dhënë më shumë mundësi qytetarit para drejtësisë. Se nga prokuroria... A do përdoret kjo për të nxjerrë për mos burgosur Balluku? Problemi është që unë jam nga ata që mendoj që Balluku e meriton burgun, por them më mirë t'i shpëtoj Balluku burgut dhe mos bëhen viktima qindra qytetarëve tjerë në dorë të abuzivizmit të prokurorëve. Pra, prokurorët duhet jenë me fakte kur kërkojnë t'i marrin lirinë dikujt. Se nga prokuroria e përgjithshme, Bushat, ndjes që të ndërpres, po nga prokuroria e përgjithshme dje përfaqësuesi këtë ngriti si shqetësim, çështjen e interesit publik. Pra, nëse në fund të ditës cënimi i interesit publik mund të jetë një kosto shumë më e madhe se sa kjo mirësia nga e cila niset vetë projekti që në kryet herës. Se mora vesh mirë? Nga prokuroria e përgjithshme, ditën e djeshme,